Përshëndetje nga unë Klodiana, sot do të tregoj si të bëjmë zgjatimin e thonjve me dual forms në dizajnin ombre me gel. Si fillim vazhdojmë me përgatitjen e thonjve. Videon më të detajuar e keni në kanalin tim të YouTube-it, por do bëj dhe një video ditët e ardhshme këtu në Instagram ose TikTok. Bëjmë atjen e tipsit, mbushjen, si fillim bëjmë të bardhën, pa e tharë, dhe pastaj bëjmë cover pinku, një lëm të dyja ngjyrat të bashkohen bashk, me kujdes, tek pjesa e kutikulave nuk duhet vendosur produkt shumë, sepse nuk duam që ti mbushim kutikulat me produkt. Kur bëjmë ngjitjen tani të produktit në thua, mbajmë dorën tek pjesa, gishtin e madh tek pjesa e free edge, te pjesa e pjesës së zgjatimit, për arsye që të kemi mundësi, siç po e pastroj unë tani, që të mos na thahet produkti. Me kujdes e heqim gjithë produktin që kemi tepër dhe mbasi e thajmë tërësisht 60 sekonda, e nxjerrim me fshim dhe e pastrojmë të gjithin pjesën poshtojit. Duhet pastruar mirë, prandaj unë rekomandoj që thonjtë të jenë pak të gjatë kur është zgjatimi me dual forms, që të keni mundësi të pastroni komplet afër pjesës hyponikim, të pjesës mishit poshtojit. Bëjmë shape-in, bëjmë buff-in, top coat poshtë edhe lart thojt, po që duket më perfekt, më mirë dhe pastër patjetër. Për ju që jeni të interesuar për kursin 4 javor, më shkruani në mesazh privat. Gjithashtu ofroj kursin dhe 2 javor, kurset janë me certifikata, kështu që mos hezitoni, më shkruani për më shumë detaje, do jem dhe në Shqipëri në Korrik, kështu që ju që jetoni jashtë vendit, jashtë Anglisë, mund të bashkoheni grupit të Korrikut. Ju uroj gjithë të mirat, kalofshi një fundjavë të këndshme. Bye!